10 gjëra që duhet të bësh çdo mëngjes që të bëhesh i suksesshëm në jetë, një video udhëzuese e plot për fillimin e ditës me disiplinë, qëllim dhe fuqi. Suksesi nuk është një aksident. Është një rezultat i zakoneve të përditshme. Dhe zakonet më të rëndësishme fillojnë që në mëngjes. Mënyra se si e fillon ditën tënde përcakton gjithçka, nivelin e energjisë, fokusin mendor, disiplinën emocionale dhe qasjen ndaj sfidave. Në këtë udhëzues do të gjesh jo vetëm 10 veprime konkrete për çdo mëngjes, por edhe arsyen pse ato funksionojnë dhe si të implementohen gradualisht në jetën tënde. 1. Zgjohu herët, fito luftën e parë të ditës. Zgjimi herët nuk është vetëm për miliarderët apo sportistët elitar. Është për çdo që dëshiron të kontrollojë jetën. Të zgjohesh në 5, 30 ose 6:00 të mëngjesit të jep kohën që shumica e njerëzve e humbin, kohën për veten. Pse funksionon? Më pak shpërqendrime, truri është më i freskët, krijon një ndjesi fuqie dhe kontrolli. Si ta bësh zakon? Mos e nis menjëherë me 5:00. Zbrit gradualisht 15 minuta çdo javë, mbaje telefonin larg shtratit, programo diçka të këndshme për mëngjesin që të motivon për t'u zgjuar. 2. Shtriu dhe bëj lëvizje të lehta, aktivizo trupin. Lëvizja e lehtë, qoftë përmes shtrirjeve, ushtrimeve të buta apo një ecjeje të shpejtë, i thot trupit, jemi gati për ditën. Përfitimet, qarkullimi i gjakut përmirësohet, liron endorfinat, hormoni i mirëqenies, shuan gjumin fizik dhe mendor. 3. Bëj një dush të ftohtë. Disiplinë dhe zgjimi i menjëhershëm nuk është për të gjithë, por dushi i ftohtë është një nga zakonet më të fuqishme të mëngjesit. Çfarë fiton? Përqendrim i menjëhershëm, rritje e tolerancës ndaj stresit. Aktivizon sistemin imunitar. 4. Meditim dhe frymëmarrje, rregullon mendjen para botës. Mendja është si një motor që ka nevojë për mirëmbajtje. Meditimi i përditshëm ose frymëmarrjet e vetëdijshme ndihmojnë në qetësimin e trurit, menaxhimin e ankthit dhe qartësimin e qëllimeve. Provoje këtë rutinë të thjeshtë, 5 minuta frymëmarrje e thellë, thith 4 sekonda, mbaj 4 sekonda, nxirr 6 sekonda, 5 minuta meditim në heshtje, me vëmendje te fryma. 5. Lexo ose dëgjo diçka intelektuale, ushqeje trurin. Leximi i 10-15 minutave çdo mëngjes ose dëgjimi i një podcasti edukues është si të ushqesh trurin me proteina. Çfarë lexime të sugjerohen? Filozofia stoike, Seneca, Epikteti, Mark Aureli, libër motivues apo rreth menaxhimit të kohës, biografitë e njerëzve të mëdhenj. 6. Vendos prioritetet e ditës, mos e le kaosin të fitojë. Në vend që të ndiqesh nga ngjarjet e ditës, ti mund t'i parapri asaj. Planifikimi për 5-10 minuta i 3 gjërave më të rëndësishme të ditës të jep qartësi dhe qetësi. Udhëzim praktik, pyet veten, nëse bëj vetëm 3 gjëra sot, cilat janë ato që më çojnë përpara në jetën time? Përdor teknikën e bloqeve kohore, time blocking. 7. Përdor afirmime ose ditar suksesi, riprogramoje mendjen përfitore. Ajo që thua me vete çdo ditë formon bindjet e tua. Afirmimet pozitive ose shkrimi në ditar janë forma të fuqishme të ndryshimit të mendësisë. Shembuj afirmimesh: unë jam i disiplinuar dhe i fokusuar. Unë përballoj sfidat me guxim dhe qetësi. Ditari i mëngjesit mund të përmbajë 3 gjëra për të cilat je mirënjohës, një qëllim kryesor për ditën. 8. Bëj një vakt të shëndetshëm, karburo për ditën, të hash diçka ushqyese dhe të lehtë në mëngjes ndikon jo vetëm në trup, por edhe në humor dhe qartësinë mendore. Sugjerime: vez perime të freskëta, smoothie me proteina, banane dhe fara. Tërshër me fruta të thata. 9. Mos kontrollo rrjetet sociale para orës 9:00. Nëse fillon ditën duke parë Instagramin apo lajmet, je duke dorëzuar energjinë dhe vëmendjen të tjerët. Ruaje veten për qëllimet e tua para se të përballesh me botën. 10. Dil për 5-10 minuta në dritë natyrale, rregullo ciklin biologjik. Ekspozimi ndaj dritës së diellit rreth 30 minuta pas zgjimit ndihmon trupin të prodhojë serotonin, hormoni i humorit, dhe të rregullojë ciklin e gjumit. Bonus: mbaj një rutinë të qëndrueshme. Disiplina është sekreti i vërtetë, mos kërko perfeksion.
Kërko konsistencë. Edhe nëse ndonjë ditë dështon, fillo përsëri. Rruga drejt suksesit është një maraton, jo një garë sprinti. Përfundim, shumica e njerëzve zgjohen dhe kalojnë ditën si pasojë e ngjarjeve. Por ti mund të bëhesh protagonist, duke vendosur zakone të shëndetshme dhe të vetëdijshme në mëngjes. Ti transformon jo vetëm ditën, por jetën tënde. Çdo mëngjes është një kapitull i ri. Çdo ditë e nisur me qëllim është një hap drejt një versioni më të mirë të vetes.